Aurela Gaçe ka reaguar në rrjetet e saj sociale për posterat e ngjitur në vende të ndryshme në Tiranë ku kërkohet të bojkotohet muzika dhe koncertet e saj. Në këtë periudhë piku për të gjithë këngëtarët shqiptarë dhe Aurela ka anoncuar se do të jetë në Shkodër për të çelur sezonin veror. E pas këtij pasqyrimi, reagimi i shqiptarëve në rrjete ka qenë i madh pikërisht për momentin e zgjedhur, teksa çdo ditë para kryeministrisë protestohet kundër qeverisë. Këngëtarja e njohur shqiptare ka një përgjigje të gjatë për ta, ku asesi nuk e pranon pretendimin e tyre. Madje thekson se është krah protestuesve duke evidentuar edhe datat që ka qenë në protestë, sikurse në fund e mbyll duke treguar dilemën për të ardhmen e fëmijëve të saj. Natyrisht, nuk fshe realitetin, duke zbuluar se familjarët e ngushtë janë jashtë vendit, ndërsa i duhet të ndihmojë prindrit për të jetuar për shkak të pensioneve të pamjaftueshme nga shteti shqiptar. Postimi i plot. Dje më dërgonin miqt një postim të tillë ku shpallesha armike nga dikush që mendon ose beson se e do Shqipërinë më shumë se unë. Kam dalë në protesta unë qysh studente e për armët kimike, e kam protestuar me gjithë qenien time, edhe me tekste shumë të forta këngësh, e sigur që vajza në fjalë mbase nuk është në dieni. Madje mbase nuk është në dieni se kam qenë edhe në shesh krah popullit tim. Edhe tani, me datë të saktë nga arkiva ime, kam reaguar disa herë në mënyrën time në këtë dritaren time, por me sa duket nuk i pëlqen kësaj zonjës. Mua nuk më tregon as dikton dot askush se si ta dua vendin tim. Nëse ankojeni për diktaturë, atëherë përse ti vetë dikton se si duhet të sillemi, a nuk është dhundë kjo? Kjo më tregon qartazi se nëse ti bëhesh me pushtet në të ardhmen, ti të shkel me këmbë. Kam shumë arsye se përse ndjej se duhet të protestoj. Jetoj këtu edhe e di mirë peshën e rëndë që ka një shqiptar mbi shpatulla. E di sepse luftoj vetë për çdo gjë. Kam zgjedhur të punoj pastër, që nesër të shoh veten në pasqyrë e të mos kem turp. Për disa kolegë mund të jem treguar budallaqe, por dinjitetin tim e kam shumë më të shtrenjtë. Jam bie këtij populli e jam krah popullit tim, që ka kaq vite që të riqet zvarr për të fituar bukën, për të paguar qiran, për të shëruar në dyert e spitaleve. Kam edhe unë prindër e fise far, e sigurisht edhe unë jam njeri që nesër mund të përballem me çdo gjë. Jam bie dy pensionistëve që sigurisht kanë punuar me ndershmëri si çdo shqiptare sot, pa ndihmën e fëmijëve nuk je dalin, e këtë nuk ma kundërshton dot njeri. Jam motër e një vëllai, e motre që kanë ikur, e nën e dy fëmijëve që sigurisht kam dilemat e çdo prindi për të ardhmen, të cilën kam frikë se nuk e shoh këtu. Është listë gjatë nëse listoj arsyet përse protestoj. Populli nuk është i lumtur e këtë prap s'ma kundërshton dot njeri, por kur shoh se ti përdor dhunë verbale ndaj atij që nuk vepron si ti, kjo tregon sa të dhunshëm mund të bëhen njerëzit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.